Përshëndetje keve, unë jem Gen Shala, jem ekspert i burimeve njerëzore edhe ta shumë shkurt më ju kallëzu për eksperiencën tem si folës në Power to HR. Eksperienca em gjithmonë ka qenë fenomenale vetëm për një arsye se është i vetmi vend ku gjithë komuniteti i burimeve njerëzore jemi të bu bashk, jemi të shkëmby eksperienca bashk edhe i na të mësu shumë për njërin tjetrit. A kam marrë pjesë në Power to HR 4? Definitivisht që po, do të thonë është samiti më i madh i burimeve njerëzore në Ballkan. Mos harrojna që këtë summit ka me qenë edhe për aspektit biznesor edhe teknologjik, që ka me qenë diçka shumë ekstra, kështu që unë personalisht minzi po pres me marrë pjesë, me u njoftu me njerëz të ri, me i pa bizneset e tjera, po në njëjtën kohë me ndjek masterclassat edhe folësit internacional për shumë kompanive që kanë me marrë pjesë. Mos harrojna që nëse nuk i bojmë update, nuk i përditësojmë aftësitë tona në burime njerëzore, nuk kemi me pas mundësi me menaxhu më mirë aspektin njerëzor nëpër kompani. Kështu që kësaj here e kemi 2 ditë, shihemi me 6 dhe 7 maj në Power to HR 4, edhe hajde njoftohemi.